Fjala e mirë gjithmonë lën ndikim të madh tek njeriu. Ndaj, kurrë mos e nënvlerëso një fjalë të mirë, një fjalë të sinqertë dhe inkurajuese. Shumë projekte, iniciativa dhe vepra të mëdha e kanë zanafillën të një fjale vetme, e cila u bë shkëndija që ndezi dëshirën për të vepruar dhe për të bërë diçka ndryshe. Ndonjëherë, një këshill, një fjalë mbështetëse, një shprehje vlerësimi apo ndoshta edhe një kritike drejt për drejt mund të jap dikujt forcën dhe motivimin për të ndërmarrë një hap të dobishëm për veten apo edhe për të tjerët. Ja disa shembuj ku një fjalë është bërë shkak për një ndryshim të madh. Sahabiu i njohur Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma tregon se ka parë një ëndër të frikshme, sikur i erdhën dy melajke, dy engjëj dhe e futën në zjarrin e xhehenemit. Më pas ata takojnë dikë tjetër nga melajket, i cili i thot mos u frikso. Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, pasi që zgjohet i friksuar, ja tregon ëndrrën motrës së tij, Hafsës, e cila ishte gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi ajo e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam rreth ëndrrës së vllajt të saj, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl." Sa njeri i mirë është Abdullahi, sikur të falte namaznate. Kjo fjalë la ndikim të madh tek Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma. Pas kësaj ai falej gjatë çdo natë dhe nuk flinte veç se pak, sikur se transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Një tjetër histori me ndikimin e fjalës së mirë lidhet me Imam Buhariun rahimahullah. Të gjithë kemi dëgjuar për Imam Buhariun, Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, dhe librin e tij Sahihul Bukhari, i cili është libri më i saktë i hadithit, madje libri më i saktë në botë pas Kuranit, pas librit të Allahut Azza wa Jall. Në kohën e Imam Buhariut, në fillimet e shekullit të 3 Hijri, nuk njihej që ndonjë nga dietarët e hadithit të kishte veçuar hadithet e sakta në një libër të vetëm. Dhe kjo, sepse nuk shihej si e nevojshme në atë kohë, përderisa dietarët dhe studiuesit e hadithit e dallonin shumë lehtë transmetimin e saktë nga ai i pasakt. Nëse hulumtojmë në historinë e Imam Buhariut, Allahu e mëshiroft, do shohim se një nga shkaqet kryesore që e shtyn atë që të linte pas këtë vepër kaq të vyer, ishte një fjalë që ai e dëgjoi nga një person në mexhliset e dietarit të madh Ishaq ibn Rahuja. Madje në disa referenca thuhet se ka qenë vet Ishaq ibn Rahuja, ai i cili orientoi pjesëmarrësit të ndërmerrnin një iniciativë të tillë duke u thënë sikur të shkruanit një libër ku të mblidhnit vetëm hadithet e sakta. Reflektimi i Imam Buhariut ishte i menjëhershëm. Ai vetë përshkruan këtë moment duke thënë: "Kjo gjë më hyri në zemër dhe fillova të shkruaj Sahihun, librin e saktë të haditheve." Kjo fjalë e thënë në praninë e dietarit të madh Ishaq ibn Rahuja u bë shkak që Imam Buhariu, i cili në atë kohë ishte thjesht një nga nxënësit e shumtë të Ishaqut, të ndërmerrte këtë nisëm, megjithse fillimisht nga shumë kush shihej si diçka e panevojshme. Më pas, rrugën e Imam Buhariut e ndoqën edhe dietar të tjerë si Imam Muslimi, Imam Ibn Khuzaime, Imam Ibn Hibani e të tjerë. Një tjetër histori është historia e Imam Ali ibn Hamza el-Kisait, një prej dietarëve të mëdhenj të gjuhës arabe. Ebul Hasan Ali ibn Hamza el-Kisai njihet një prej kolosëve më të mëdhenj të gjuhës arabe, si dhe së shkencës së kirajeteve, leximeve të Kuranit në historinë islame. Rruga e tij drejt kulmit të dijes nisi nga një moment i sikletshëm, si shkak i një gabimi gjuhësor. Një ditë, teksa po bisedonte me një grup intelektualësh, ai bëri një gabim në artikulim, që në gjuhën arabe quhet lahn, gjë që ishte e papranueshme në të tilla mexhlise. Të pranishmit e qortuan hapur për këtë gabim. Për një moment, Kisai u ndje i turpëruar, por në vend që të dorëzohej apo të hidhërohej me kritikët, kjo ngjarje i shpërbeu atij si një moment i thellë reflektimi. Ai mori një vendim që do të ndryshonte jetën e tij dhe i vuri synimin vetes që askush të mos i gjente më gabime në të folur. Me një vullnet të fortë, ai u përvesh studimit të gjuhës arabe dhe mësoi nga dietarët më të mëdhenj të kohës, derisa u bë referenca kryesore dhe themeluesi i medhhebit gjuhësor të Kufes, një nga dy shkollat kryesore të gjuhës arabe. Imam Dhahabiu rahimahullah gjithashtu ka një histori të ngjashme. Imam Dhahabiu është dietar i madh i hadithit dhe i historisë islame. Tregon se shkaku që e shtyu atë të hynte dijes së hadithit ishte një fjalë thjesht, por me peshë, që e dëgjoi nga shejhu i tij, Imam Birzali. Birzali, kur pa shkrimin e bukur të Dhahabiut, në atë moshë Dhahabiu ishte i vogël, ai i thot: "Shkrimi yt i ngjan shkrimit të muhadithëve, shkrimit të dietarëve të hadithit."
Kjo fjali e vetme la gjurmë të thellë tek Dhehebiu dhe u bë shkak që Dhehebiu të bëhej më vonë një nga dietarët më të mëdhenj të historisë islame në shkencën e hadithit dhe të historisë, duke lënë pas një numër të madh librash me vlerë të jashtëzakonshme. Madje Hafidh Ibn Hajeri rahimahullah tregon se ka pirë ujë Zemzemi me niyetin që të arrinte nivelin e Imam Dhehebiut. Prandaj bëhu bujar me fjalët e mira dhe motivuese që thua, lavdëroj të tjerë kur ata bëjnë gjëra të dobishme dhe mos e kurse fjalën e bukur kur ajo mund të ngrejë moralin e një personi. Ti mund të harrosh atë që ke thënë, por ndikimi i asaj fjale mund të mbetet për vite të tëra dhe të vazhdojë të jap fryte. Ajo fjalë mund të bëhet shkak për të fituar sevape të shumta që as nuk të shkojnë në mendje, sevape që mund të vazhdojnë edhe pas vdekjes tënde.